Puka mbetet ndër qytetet më të prekura nga emigrimi. Referuar shifrave zyrtare, në 12 vitet e fundit janë larguar 9.500 banor. Një pjesë e madhe e tyre kanë emigruar jashtë vendit. Zëvendës kryetari i Bashkisë PUK, Ferit Ringaj, deklaroi se fshatrat po braktisën totalisht dhe largime të mëdha po hasen edhe brenda qytetit të Pukës. Censusi i vitit 2023 e ka dhënë fare qartë pasqyrim në realitetet që ndodhen në zonat tona. Ne kemi një popullsi në gjendje civile këtu afërsisht rreth 15.600 banor në të regjistruar në gjendje civile, ndërkohë që faktikisht me censun kanë dalë 6.100. Pa do thotë 10 diferenca, pra 10 se kjo popullsi ka lëviz ose brenda territorit të Shqipërisë si pjesë e konsiderueshme, po ashtu edhe pjesa tjetër që është në emigracion. Shkaqet kryesore, domethënë që ne kemi mundur të evidentojmë mbas gjithë praktikave që ne kemi ndjek dhe shqetësimet që na kanë shprehë edhe vetë banorët në zonat të ndryshme vite, në kjo e reflektuar në vite ka qenë mungesa e infrastrukturës kryesore në për zonat rurale, pra aty ka qenë problematika kryesore që do të thotë ka fshatra që për një orë kanë lëviz, si gjithë fshatrat sa është bën një orë. E ndonë se bashkia ka bën një seri projektesh, unë kam ngritë zërin edhe në prefekturë, edhe në institucione tjera, që mungesa e investime në këto projekte infrastrukturore për ura, për rrugë, auto, ka bërë të mundur që këto zona shpopullohen. Duke u shpopullu, vjen edhe numri i nxënësve në institucionet arsimore, po kështu dhe problematikat pastaj të largimit edhe të personelit shëndetësor dhe mungesa e shërbimit shëndetësor të tjerë më radh, pra gjitha është një zinxhir i gjerë që sjell pasojë domthonë lëvizja demografike e popullsisë, sjellin pasojë pastaj edhe në shërbimet që kanë të banorë në zonat e tyre. Shqetësimin për largimet masive në Pukë e referon edhe myftyu Imam Gzim Kopani. Ai thotë se gjatë 20 viteve që shërben në xhaminë e Pukës janë larguar mbi 65% e besimtarëve musliman. Te studimi na ka dalë që janë larguar shumë edhe familje me fëmijë. Në Pukë për shembull ka 40% familje. Në fshat ka më shumë. Po ashtu kemi vurë lëvizjen e madhe të rinisë. Edhe na ka dalë një rezultat për shembull kush janë larguar më shumë? Janë larguar më shumë djem apo vajza? Na ka rezultuar se mbi 70% janë djem të ri dhe rreth 50% janë vajza. Pra na ka zerë një pasqyrë, një panoramë të frikshme, të dhimbshme mbi ata që punojnë në rrethin e Pukës në përgjithësi. Normalisht kjo është një studim për efekt të mbarvajtjes punës, por edhe të asaj që dim se ku jemi dhe çfarë masash do të më marrë ne si institucion por edhe si qytetar. Në referencë dhe të dhënave historike, myftyu tregon se në vitin 1930 Puka kishte 3.300 banor më shumë se sa sot. Nëse do të bazohemi te censusi i vitit 2023, rrethi i Pukës ka rreth 11.100 banor. Më parë ka pas më shumë i 2011-s, por ajo që unë mund sa më është e frikshme, të numri i banorëve i vitit 2023, nëse do të krahasohet me atë të vitit 1930-s, në vitin 1930 rreth i Pukë ka pas 14.400 banorë afërsisht. Pra, ne momentalisht, kjo është i dhënë jo vetëm musliman, por për gjithë kjo që përmendon, por kjo tregon që ne jemi më pak se ç'kemi qenë në vitin 1930. Bashkia PUK po ndërmjetëson me shoqërinë civile për të nxitur të rinj të trajnohen në sipërmarrje të turizmit malor në mënyrë që të mos largohen nga Puka, por edhe të ndikojë në kthimin e banorëve që janë larguar prej kohësh. Puka ka atraksione shumë të mira turistike dhe bashkia po kërkon të tërheqë edhe vëmendjen e turistëve për të ndikuar sadopak në rritjen e ekonomive familjare dhe rigjallërimin e qytetit e zonave turistike përreth tij.